Disa biseda të publikuara së fundmi kanë bërë bujë të madhe në media e shtypin roz. Nelin, bëhet fjalë për përgjimet telefonike me Drilon Ramën, ku ai bën bisedë intime me të, duke zbuluar një anë të panjohur të marrëdhënieve të brendshme në reality show më të njohur të vendit. Nelin, finalistja e BBFK3 akuzoi fituesin e këtij edicioni për sjellje të pandershme dhe kërcënime, duke nxjerrë në pa tensionet që ekzistojnë brenda këtij ambienti të njohur për dinamizmin dhe konkurrencën e fortë mes pjesëmarrësve. Nelin, kjo situatë ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale, me fansat që shprehin mbështetje për Drilonin, ndërsa disa të tjerë e kritikojnë atë për veprimet e tij. Eduard Kuqi, një nga figurat publike që ka marrë pjesë në këtë shfaqje, u shpreh me ironi për situatën, duke theksuar rënien e raportit mes tij dhe Drilonit. Nelin, Samir është bërë Instagrami me një video, mundesh me i la të gjitha gjunahet, e mund t'i lash të gjitha ndjesat, kërkim faljet, mundesh t'i bësh me një video, u shpreh ai, duke aluduar mbi mënyrën se si ky platform mund të përdoret për të lisuar tensionet e krijuara. Nelin, me një qasje humoristike, Eduardi ka kërkuar falje për ata që kanë refuzuar të dalin me të gjatë regjistrimit të show. Po më vjen shumë mirë, po e shfrytëzoj edhe unë rastin me i kërku falje të gjitha thellëzave që i kam lyp me dal, por nuk kanë dashur të dalin me mua, tha ai. Nelin, kjo situatë ka ngritur pikpyetje mbi etikën në reality show dhe për pasojat që ata që marrin pjesë mund të përballen pas përfundimit të shfaqjes. A është ky një mjet për të kërkuar falje, apo ka pasur një syq më të thellë për atë që ndodh pas kamerave? Nelin, ndërkohë, reagimi i Drilonit mungon, por vazhdimisht ai ka qenë në qendër të vëmendjes për kontroversitë e tij. Publikimi i këtyre bisedave telefonike në media po e shndërron atë në një figurë protagoniste, por edhe të diskutueshme në këtë